Se ka pas raste kur vetë këngëtarja ka thirrë dhe E ke dallu? e kemi dallu. Të mungojnë ato korat realisht që për një këngë që e kemi pas fiksim, thjesht kemi thirrë disa herë për me votu për atë këngë, vetëm për ta rangut parën e me dëgju prej fillimit deri në fund. Ma e keq është kur ka thirrë personin njëjtë, se ka pas njofshme këngëtarën. Ki raste plota. Ose ka pas raste kur vetë këngëtarja ka thirrë dhe E ke dallu? e kemi dallu. Ka pas raste, ka pas. S'po zbulojmë emrat, a? Jo. Jo, po ka pas. A e din sa shumë na kam pengu kur një moderator nuk e ka lënë një këngë deri në fund me u transmetu? Po, e di, po, interesimi i këngëtarëve në atë kohë ka qenë shumë i madh. Unë më kujtohet që emrat që janë shumë të mëdhej, sot po kanë qenë gjatë asaj periudhe, do të thonë nuk kanë hezituar, kanë ardhur vetë në radio, i kanë sjellë CD-at, kanë prezantuar materialin e tyre. Ndërkohë që ma vonë mandej kur fillon këto rrjete sociale, këto ndoshta se kanë patë nevojshme. Megjithatë, në atë kohë ka qenë e pamundur, do të thonë, nëse dikush e ka bo ose ka ardhur përmes një antarit të bendit ti, ose nëse ka qenë solo këngëtare ka ardhur vetë. Kështu që u konë shumë mirë se edhe jemi njohur ma përso afërmi edhe prezantimet ju mbo shumë ka pas kualitet edhe në prezantime për shkak se ndryshe është kur ti e merr një këngë, një projekt edhe e lanson, edhe fol për to, po ndryshe kur vetë autori i këngës është prezant. Kohë o kohë. Ko, bashkë. Të merr malli. Ndihesh nostalgjik, ose kur thjesht e kujton vite prapa, kështu siç po bisedojmë, po realisht ndoshta je me një ambient ku je vetë edhe të merr malli, thjesht shkon mendja se si ka qenë këto vite që i lan pas. Ndihesh ndonjëherë nostalgjik përpara? Po, thjesht për shkak se ndoshta një eksperiencë gjatë e viteve, kemi kaluar për shumë faza zhvillimit të medjave. Edhe nëse krahasojmë mediumin sot me kushtet teknike që kanë qenë ndoshta në ato vite, është që thjesht ke pas një vullnet shumë të madh. Sidomos to mediumet e vogla, shpeshherë është dashur me bë punën e 4 personave. Po nuk jam pjeshman për atë pjesë, për shkak se mandej na mëson edhe anën teknike, edhe gjithçka, domethënë, thjesht arrim për me njoft radion prej thelbi. Shpeshherë kanjëherë thojmë prej asaj fillimit të asaj kablos që nis deri te fundi s'ki çfarë pa e mësu. Gjatë asaj kohë, domethënë kemi ditë krejt, kështu që. E që dëgjuesi e ka dëgju veç pjesën e moderimit dhe nuk e di se çfarë pjesë. Çfarë ngarkese, çfarë bagazhi fshihet deri në atë moment. S'ka pas as internet, mundesh me imagjinu. Për me dhon 3-4 informacione është dash për me bu ndoshta 2-3 kilometra akoma. Ka pas veç në qendër internet në atë kohë. Kemi shkuar, kemi marrë informacionet, mandena kemi çuna. Kemi dëgjuar edhe radio tjera, janë kur disa radio që mushim mi kap me satelit, edhe për me marrë ndonjë informacion për me dhon.